Qysh lutni për rinin e qëti veni atë? Qysh lutni? Bani sinqert tek Allahu keni me pa ku është tema jona. Natën më qu, për shembull. Gjon po e bëni pyetje. Sa minuta maksimumi një toni e lut për familjen tonë? Për babën, nonën, vllahën, axhin, daj. Sa minuta? Që ka minuta po të flas për çështjen më madhore të shpëtimit të njerëzve më të dashur tu apo. Apo se zgjuzoj me vet sa orë. Apo. Për shembull, a bëva kia gjys ore natën veç për popull të më lutu, o Allah o zaj, o Allah rinin, o Allah rinin, o Allah rinin, o... A gjonë dikon që... Që ka dëmshëria, që kjo është i badete që të bënë me kom në dëmshëria. Sa është lutë pejgamber sa thot? Ha? Që ka vëzni? Ka dalë mbedër me njerëz më të mirë. Mu ballafaqu me njerëz më të këqij. Apo? Mbedër me njerëz më të mirë ka dalë. Me u ballafaqu me njerëz më të këqij. Qysh ka bëu do? I ka qenë durt e bëri gjybja e çitja gjybën për mirë. O Zot, nëse që taj s'ka dhurim, çfarë dëmshërie për çfarë besimtare çuditshme. Derisa Ebu Bekri i ka thonë Kefake munashadataka rabbak. Mjaftë lutë Zotin se Zoti ka me ta zbatu premtimin e tij. Ebu Bekri për vetë pejgamberit asa. Shumë lutë mo. Për çka? Për 315 vjet në Bedr. A ne vëzër, çka është ato që ne adojmë? Adojmë aktiv, funksional, dëmshëri, përpjekje vazhdueshme. Po jo adojmë që përdhan arrogancë, inferioritet, ftofsi, apo izolim, ja. Adhurimi i cili bën aktiv apo